Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Këto 5 ushqime po ju dëmtojnë zemrën. Kardiologu me urdhër të prerë. Mos i fusni në gojë. Shëndeti i zemrës është një nga parametrat më të rëndësishëm të mirëqenies, veçanërisht në një epokë kur numri më i madh i personave që humbin jetën shkaktohen nga sëmundjet kardiovaskulare. I përcaktuar nga faktorë si presioni i lartë i gjakut dhe kolesteroli, shëndeti i zemrës ndikohet kryesisht nga zgjedhjet e stilit jetesës, dieta, fitnessi, përdorimi i alkoolit dhe duhani, ose stresi dhe dieta është faktori më i rëndësishëm përgjegjës. Në muajt e fundit, personat e moshës 40 vjeç e poshtë, madje deri në moshën 13 vjeçare, kanë vuajtur nga sulme në zemër. Disa të famshëm gjithashtu ju nënshtruan arrestimeve kardiake dhe krizave të tjera kardiovaskulare, dhe kjo ka qenë në vëmendje të CVD-s dhe paralajmërimit të saj. Për sa i përket djegës, kardiologët këshillojnë ruajtjen e një rutine mesdhetare për të mbajtur zemrën të shëndetshme dhe rekomandojnë abstenimin nga ushqimet e përpunuara, dhe ndërsa ka ushqime të shëndetshme dhe jo të shëndetshme, që ndikojnë në shëndetin e zemrës, ka të paktën disa zgjidhje të dietës suaj, të cilat duhet të jenë jo e madhe. Sipas kardiologëve, këto janë ushqimet më të këqija, të cilat ndikojnë negativisht në shëndetin tuaj kardiovaskular dhe duhet t'i evitoni sa më shumë nga dieta juaj. Patatet e skuqura. Patatet e skuqura janë ushqim i përshtatshëm, i shpejtë dhe i shijshëm, por në të vërtetë ato janë të ngarkuar me shije artificiale, konservues, vaj dhe natrium, të cilat jo vetëm që kontribojnë në obezitet, por gjithashtu rrisin presionin e gjakut duke rritur kështu rrezikun e sëmundjeve të zemrës ose goditjeve në tru. Ekspertët këshillojnë që nëse keni shqetësime në shëndetin tuaj, kryesisht ato kardiovaskulare, domosdoshmërisht nuk duhet t'i fusni në gojë, por nëse ju pëlqejnë patatet, mund t'i konsumoni në forma të ndryshme siç janë ato të furrës ose të zjera. Një tjetër produkt negativ për shëndetin e zemrës janë salçiçet. Salçiçet mund të duken si një zgjidhje e mençur dhe e shëndetshme, por nuk janë të tilla. Në vend të kësaj, ky ushqim është të plot me kalori, krip dhe yndyrë të ngopur që rrit nivelin e kolesterolit dhe presionit të gjakut. Studimet gjithashtu e lidhin atë edhe me problemet e shëndetit tuaj. Teprimi me proteinën mund të jetë i dëmshëm për shëndetin kardiovaskular. Proteinat janë domosdoshmërisht të mira për një zemër dhe peshë të shëndetshme trupore, por njeriu duhet të zgjellë llojin dhe sasinë e dur në mënyrë që të mbajë një peshë trupore dhe zemër të shëndetshme gjithashtu. Marrja e shumë proteinave mund të dëmtojë veshkat, madje mund të rrisë rrezikun e dështimit të zemrës me 33%, citojnë kardiologët. Vaji i kokosit. Vaji i kokosit shpesh shihet si një zgjidhje e shëndetshme për njerëzit. Megjithatë, ai është i ngarkuar me yndyra të ngopura, të cilat mund të shkaktojnë bllokime të arterieve, një gjendje e njohur si arterioskleroza. Një tjetër produkt që konsumohet masivisht, kryesisht edhe nga moshat e mesme, të reja dhe ato të vjetra, janë pijet energjike. Pijet energjike nuk janë gjithashtu një zgjedhje e pafajshme. Ato janë të pasur me shije artificiale, sheqerna të shtuar dhe kafeinë, të cilët mund të shkaktojnë probleme me zemrën, aritmi dhe hipertension. Përndryshe, pini kafe pa sheqer. Pudingu. Në një rast të lumtur, pudingu është një produkt shumë i shijshëm, megjithatë përmbajtja e lartë e sheqerit dhe kalorive mund të kontribojë në mënyrë aktive në shtimin e peshës, mbi peshë, rezistencën e insulinës dhe diabetet tipi 2, të cilat mund të nxisin gjithashtu faktorë dëmtues të shëndetit tuaj, duke përkeqësuar më shumë edhe shëndetin e zemrës. Pijet e gazuara dietike janë të dëmshme për shëndetin kardiovaskular. Ato mund të jenë pa yndyrë ose me 0 kalori, por pijet dietike kanë një anë të errët. Njerëzit mendojnë se pijet e tilla janë të shëndetshme, por jo. Studime shkencore po provojnë dita ditës se pijet e gazuara që janë në treg kanë lidhje me zhvillimin e obezitetit dhe diabetit, që rrisin rrezikun e shfaqjeve të sëmundjeve në zemër. Picat. Ekspertët kanë renditur picën në mesin e ushqimeve më të kripura pas mishrave të lartë përmendur. Përmbajtja e kripës dhe yndyrnave të ngopura te pica është gjithashtu në rritje me çdo produkt shtesë që shtohet në brumin e picës. Kur hani jashtë, mundohuni të kufizoni vetëm 1 deri në 2 copë picë
ose zgjidhni picën me perime. Ëmbëlsirat e pjekura mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj kardiovaskular. Ëmbëlsirat e pjekura, veçanërisht ato që shiten të paketuara nëpër dyqane, janë plot me sheqer dhe me gjasa janë të gatuar me yndyrë të ngopur, siç është vaji i palmës ose margarina. Drithrat e ëmbëlsuara janë të dëmshme për zemrën. Ushqimet që duken se janë pjesë e ushqimeve të shëndetshme, siç janë drithrat për mëngjes, janë të mbushura me sheqerna. Ngrënia e karbohidrateve të rafinuar dhe sheqernave në mëngjes nxit inflamacionin dhe rrit nivelin e sheqerit në gjak ose e luhata të, duke çelur rrugën të ndimit për sheqer gjatë gjithë ditës. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e frutave, vezëve, avokadove ose bukës dhe drithrave të plota në vend të drithrave të ëmbëlsuara. Pijet me ëmbëlsues shtesë. Shumë konsumatorë gjejnë burimin më të madh të sheqerit të shtuar jo vetëm në ushqime, por edhe në pije. Studimet të fundit, të cilat u referohemi sipas Brightside, kanë treguar se më shumë se 60% e fëmijëve, 54% e të rriturve dhe 45% e femrave kishin konsumuar të paktën një pije të gazuar ose të ëmbëlsuar në mes të viteve 2011 dhe 2014. Sheqeri është armiku kryesor i një zemre të shëndetshme. Debatet mes kardiologëve janë të përqendruar te roli i yndyrnave të ngopura, kolesterolit dhe sheqernave. Nëse ka një përbërës që duhet të eliminojnë personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës ose janë të rrezikuar prej tyre, është pikërisht sheqeri. Karamelet. Për shumë vite me radhë, yndyrnat janë përmendur si një nga shkaktarët MNZ në mesin e ushqimeve të sëmundjeve të zemrës. Megjithatë, ekspertët tani besojnë se niveli i lartë i sheqerit mund të jetë kërcënim, po aq i madh që kontribon në obezitet, inflamacion, kolesterol dhe diabet, të gjithë shkaktarët e sëmundjeve të zemrës. Ushqimet e skuqura. Patatet e skuqura, mishi i skuqur i pulës, të ngjashme si këto, rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër. Yndyrnat e skuqura rrisin kolesterolin në gjak, ndaj shmangini këto produkte sa më shumë që të jetë e mundur. Ushqimet e shpejta janë të dëmshme për zemrën tuaj. Yndyrnat e ngopura kanë një lidhje direkte me shëndetin e zemrës, por kur ato konsumohen pa e tepruar mund të ofrojnë disa përfitime. Megjithatë, në përgjithësi yndyrnat e ngopura në bazë shtatzore në kombinim me karbohidratet kanë një efekt të përkeqësuar të zemrës. Shmangni sa më shumë ushqimet e shpejta dhe mbroni shëndetin tuaj kardiovaskular. Mishrat e përpunuar janë të dëmshëm për shëndetin tuaj të zemrës. Salçiçet, proshutat, pastërmat kanë përmbajtje të lartë të kripës. Vetëm një fetë e hollë proshut përmban gjysmën e sasive të rekomanduar ditore të kripës. Ky i fundit është përgjegjës për rritjen e tensionit të gjakut dhe dëmet që i shkakton zemrës suaj. Shumë njerëz janë të vetëdijshëm se mëngjesi është vakti më i rëndësishëm pasi siguron energjinë e nevojshme për të nisur ditën. Edhe pse mund të preferoni drithrat në vaktin e parë, studimet tregojnë se vezët në fakt do të ishin një zgjidhje më e mirë sepse mbrojnë shëndetin e zemrës. Studimet e publikuar në eLife përfshin 4778 pjesëmarrës nga mosha 30 në 79 vjeç. 1377 prej tyre nuk kishin pasur më parë sëmundje kardiovaskulare, ndërsa 3401 kishin pasur dhe të gjithë u pyetën se sa shpesh kanë ngrënë vezë dhe ushqime të tjera si orizi, mishi dhe perimet. Kur autorët e studimit shikuan gjakun e pjesëmarrësve, ata zbuluan se ata që hanin vezë rregullisht kishin më shumë apolipoprotein A1 në sistemin e tyre, që mund të çojë në formimin e molekulave të lipoproteinës në dëndësi të lartë. Gjithashtu vezët në mëngjes në formën e zjerë u cilësuan si një nga zgjidhjet më të mira për personat që vuajnë nga shëndeti kardiovaskular për të ndikuar pozitivisht edhe në mbrojtjen e shëndetit të tyre. Ekspertët cilësuan se dieta juaj duhet të jetë gjithmonë më e pasur dhe të evitoni disa produkte për të mos ndikuar në shëndetin e zemrës. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.